Përshëndetje të nderuar miq, po takohemi përsëri. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë me ju. Sot dëshiroj të bëj një thirrje për hoxhallarët në Zvicër. Ndaj edhe këtë video e kam titulluar Thirrje për hoxhallarët në Zvicër. Ju hoxhallarë në Zvicër, dëshiroj që të ndryshoni pak sjelljen dhe të filloni të silleni butë dhe mirë me popullin, i cili ka ndërtuar, ka hapur dhe ka mirëmba xhami, ndërton dhe hap akoma xhami. Dhe juve ju paguan rrogë mujore. Ju nuk ju paguan as kantoni, as bundi. Pra, rrogat tuaja nuk vinë nga kantoni, as nga bundi. Ju nuk jeni kishë reformiste, ju nuk jeni kishë katolike. Islamin nuk e njeh Zvicra, oficialisht, zyrtarisht, akoma. Prandaj, milionat nga bundi dhe nga kantoni shkojnë vetëm për kishat e shtetit, kurse xhamit i mban populli. Juve hoxhallarëve ju paguan populli. Ndaj kthehuni një 15 vite pas, ju lutem, jo më shumë, 15 vite. Dhe shikojeni ku ishit ju atëherë. Sot, jeni bo komot, apo? Ceviza, ndoshta ndonjoni edhe në shtetësinë e ka marrë. Dhe çka? Keni fillu t'i bërtitni popullit. Keni fillu të ofendoni popullin. Keni fillu të kërcnoni. Keni fillu të vendosni çmime. Ju, hoxhallarët, tani, po vendosni çmime. Kujt? Pjesës së popullit e cila çka? Ka sakrifikuar gjithçka që sot të ketë xhamia bre në Zvicër? Po kthehuni me një 35 vite pas. Do e shifni ku imi falë ne. Fillimisht, ku? Kreto informata mund t'i gjeni nëse ju pëlqen. Për atë shkak, ju lutem, ju boj thirrje vllazërore, miqësore. Ju duhet të ndryshoni sjelljen menjëherë. Dhe kam një pyetje për ju. Ju që i kërcnoheni popullit dhe po i vendosni çmime sa të paguaj këtë apo atë. Po ju, për aktivitetet tuaja private që i bani, e që janë hatme, jasina, fryerje, mevlute, synetine, dua martese, parat dhe bakshishe që i merrni, a ja dhuroni ju xhamis apo i mbani për vete? Ha? A ka ndonjë hoxh për juve ju pyes që babën e ka këtu në Zvicër dhe baba i tij është pensioner? Jo, s'ka, ha? S'ka. Se sikur të kishte, ai duhet dinte se ai pensioneri në Zvicër sa e ka penzinë. Dhe a i dalën paret njën në fund mujt? A i do bonte bisedë me babën? Do i thënë, o babë, shumë i mërzitët beje. Qka të mundon? A i do i thënde, po qka të boj baba, 1800 franga penzinë e kam. Xhamia kërkon 5000 franga, 10.000 franga, 3.000 franga. Ku ti marë baba? Më kanë ngushtu. Nuk mundi të dal jashtë. A miro kjo a? A kjo a islame? A kjo është tradita profetike? A kështu na ka mësu profeti neve? Kështu na ka lënë trashëgimi i profeti neve? Kështu na mëson Kurani neve? Në ato 6236 ajetet e Kuranit? Po ki pensioneri prap se prap, a? Prap se prap, është mumin. Pagun antarësin. Mundohet i shkreti, daje nga goja, nuk ka mundësi tjetër, përveç se ta shtridhe. Edhe në fund, ai ofendohet, mirët në përgoj, po edhe bile, ofendimi shkon aq larg, sa që ndëgjoj fjalë që, wallahi, nuk e di be si a ba ndë një hoxhës kjo. Ti thot të xhamatit, po filanin nuk e duhen be xhamati.
merre me mend. T'ka marë, t'ka fut në punë, t'je për rogë, ti ha bukë nga i popull dhe del e sha njënën pjesë të popullit. Subhanallah, subhanallah, la quwwata illa billah. Më thoni si guxoni, ti shani, ti kritikoni, ti përgojoni, ti injoroni popullin be, që dan nga goja, për që dhonë juve roga dhe për të mbajt xhamin be, mos një me mos e harroni këtë be, 24 orë duhet që kujtohet kjo fjali. Wallahi, po shikoni be pak be kush u paguën juve? A kantoni? A ju paguën bundi? A populli? Nuk e di, po çdo kush ka një buxhet familjar, apo? Duhet të ndaj dhe të jap për xhamin sa mundet be, jo sa doni ju t'ja vendoni. Jo ju sa ja keni venduar shumën. Kjo nuk është be njerëzore, kjo është e turpshme, kjo e të mërshme, kjo e frikshme. Sa poshtë ka ra kultura islame në mesin tuaj, ja? Sa jo si kulturë e ka ngrit Allahu, e ka ngrit Zoti, por ju dhe ne jemi ata që e shkatrojmë, që e përlyjmë, që e përshtyjmë. Ju i caktoni dikuj buxhet që nuk e ka mundësin, bre. Pse? Po jeni komod tash. I keni kry punët ju. E kalut sezonën, e kalut bevizën, e kalut cevizën, edhe qka, tash mundemi në talemi me popullin. I kemi kry në gjitha. Fëmija janë rrit, familjet janë komodu, janë rahatu, janë socializu. Mosni, mos i ngushtoni njerëzit për te mundësive që i kanë. Mos i ofendoni njerëzit. Mos u taleni me ata. Se fal atyre, sot ka xhamia këtu në këtë shtet. Që i bie, po të mos ishin xhamit, as ju nuk do të ishit këtu.